Gazetari Adriati Klementi ka shkruar për një rilindje të cilën e ka quajtur politike, e cila sipas tij do të stabilizonte Kosovën. Klementi ka thënë se Abdi Xhiku duhet jetë kryeministër, Kurti president dhe Memli Krasniqi kryetari i kuvendit, kurse Bedri Hamza zvendës kryeministër dhe ministër i financave. Në një postim në Facebook ai shkruan: "Rilindja politike që do të stabilizonte Kosovën, tash kur po shihet se Albin Kurti ka respekt për Lumir Abdi Xhikun dhe LDK-n, e sheh si faktor për ecjen përpara të shtetit, si Lumir Abdi Xhiku kryeministër i qeverisë, Albin Kurti presidenti i Kosovës, Memli Krasniqi kryetari i kuvendit, Bedri Hamza zvendës kryeministër dhe ministër i financave. Kësaj duhet i paraprinte një marrëveshje e gjerë politike e partive kryesore në vend, përheqjen e sanksioneve të BE-s, thyrjen e blokadës ndërkombëtare ndaj Kosovës, zhvillim të hovshëm ekonomik, përmbylljen e dialogut me Serbinë, përparim në proceset euroatlantike, qasje serioze ndaj progresit në Hag e të tjerë, secila votë e popullit është e vlefshme, kështu do të respektojë vullneti i votuesve dhe zhvillimi i vendit."